Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në Radio-Televizionin e Kosovës. Sot pritet shpallja e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të nëntëshkurtit. Këtë ka konfirmuar zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të mbajë sot mbledhjen e radhës dhe në rend ditë është shpallja e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve për Kuvendin e Republikës së Kosovës, ka thënë Elezi. Mira qytetar ka ndalë mbrëm në rrugët e Beogradit për t'i mirëpritur studentët që po mbërrin në kryeqytetin e Serbisë nga qytetet të ndryshme për protestën e madhe që është thirrur për sot. Protestuesit në njoftimin e tyre thonë se sot më 15 mars do të shkruhet historia. Studentët të cilët i kanë bllokuar fakultetet anë mban Serbisë, ndër të tjera kërkojnë përgjegjësi penale dhe politike për vdekjen e 15 njerëzve nga shembja e një strehe në stacionin hekurudhor të Novi Sadit në nëntor të vitit të kaluar. Ndërkohë presidenti i Serbisë Vučić ka paralajmëruar për dhunë, si dhe ka kërcënuar me arrestime, ndërkohë që ka mobilizuar mbështetësit e tij për të ngritur një kamp në qendër të qytetit. Emisari Evropian për dialog Peter Sorensen javën që vjen pritet ta vizitoj Kosovën. Ishte planifikuar që Sorensen të zhvillonte një vizitë edhe në Serbi, por udhëtimi në Beograd është anuluar dhe nuk dihet nëse lidhet me situatën e krijuar atje për shkak të protestave. Sipas zyrtarëve evropian, takimet e mundshme në kuadër të dialogut Sorensen do t'i zhvillojë vetëm pas vizitave në Kosovë dhe në Serbi. Sekretari i përgjithshëm i Këshillit për Bashkëpunim Rajonal MSL në Bosnjë e Hercegovinë, Amer Kapetanović, gjatë qëndrimit në Kosovë ka zhvilluar takime me presidentën Osmani, kryeministrin Kurti dhe kryeparlamentarin Konjufca. Në fokus të këtyre takimeve ishte bashkëpunimi rajonal ekonomik si dhe agenda e gjelbër. Sipas njoftimit të Këshillit, vizita po ashtu riafirmoi rëndësinë e dialogut, zhvillimit, sigurisë dhe stabilitetit rajonal. Përderisa është theksuar edhe nevoja që Bosnja ta ratifikojë marrëveshjen për lëvizjen e lirë me letërnjoftime si një obligim i marrë nga procesi i Berlinit dhe në funksion të rritjes së lëvizshmërisë mes qytetarëve të dyja vendeve. Vazhdojmë tutje, zyra e rregullatorit për energji elektrike në Kosovë ka propozuar shtrenjtimin e çmimit të energjisë elektrike për rreth 15% muajin e ardhshëm. Rregullatori i energjisë ka njoftuar se bazuar në rezultatet e raportit të tij konsultativ për të hyrat maksimale të lejuara, rritja mesatare e tarifave për konsumatorët pritet të jetë 15% dhe ftoi konsumatorët për konsultim publik. ZRE-ja njofton se komentet dhe sugjerimet e tyre do t'i pranojë deri më 28 mars, para se bordi i saj të marrë vendim përfundimtar për shtrenjtimin e rrymës. Zyra e rregullatorit për energji elektrike në Kosovë bën shqyrtimin dhe caktimin e përvetshëm të tarifave të rrymës, të cilat shpallen çdo një prill. Iniciativa Kosova bojkoton ka bërë thirrje për bojkotimin e të gjitha supermarketeve në Kosovë gjatë ditës së sotme për shkak të ngritjes së çmimeve. Aktivistët e iniciativës kanë shpalosur ditë më parë një pankartë me mbishkrimin 15 mars. Kosova bojkoton të gjitha supermarketet, ndërsa u theksua se përmes bojkotit tregojnë fuqinë e tyre blerëse dhe se dërgojnë një mesazh tek marketet dhe qeveria për pakënaqësinë e tyre për rritjen e çmimeve. Të nderuar shikues, ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve. Ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.